Me krejt pasion po e godet topin në fushën e gjelbër. Deri dje vetëm si shikues se sot si lojtar. Për herë të parë pas 9 muajsh prej kur erdhi në Kosovë, Demba Yellow po luan në një ndeshje të vërtet futbolli. Krejt kjo ndodhi pak ditë pasi Kicks Kosova mësoi historinë e trisht të 18 vjeçarit që erdhi nga Gambia Afrikës për të luajtur në Kosovë. Këtë shtunë, ai luajti me Lirinë e Prizrenit në kategorinë e 2 të U21-shave. Në ditën kur u transmetua ky hulumtim, futbollisti lajmëroi redaksin se drejtori i klubit i kishte regjistruar të gjithë lojtarët. Nga klubi më shkruajtën, më thanë që regjistrimi ishte kompletuar. Drejtori i klubit është ai që na regjistroi të gjithë lojtarëve në klub. Më thanë se tani mund të luaj, të shtunën luajta në Prizren. Për këtë ai thotë se ndjet më i lumtur se kurrë. Jam shumë i lumtur, unë ndjeva mirë. Pas kësaj, plani është të bëj kontratë me klubin dhe t'i bëj dokumentet e Kosovës. Kicks Kosova do të vazhdojë të përcjellë rrjedhën e rrugtimit të 18 vjeçarit afrikan.